Një arsye tjetër thelbësore për rënien e qytetërimit islam është ngërçi intelektual, që vazhdojmë ta kemi edhe sot. Djeglia e librave dhe përndjekja e dietarëve, si veprat e Gazalit, Imam Gazalit në Marok, apo librat e Ibn Xhauziut në Bagdad, ishin shenja të qarta të një krize të thellë. Kur një shoqëri fillon të djeg librat e veta, ajo në fakt po lufton mendimin kritik. E mua më kujtohet që mas lufte kemi pas fetar që kanë porosit dhe kanë vepru se duhet t'i djegim librat e Kardavit, kur digjeshin librat e dietarëve. Ndodhi edhe një fatkeqësi që u ngatruan shkencat e sakta me besimet e kota. Kimia u përzi me alkimin. Astronomia u ngatrua me astrologjin. Dhe mendja humbi aftësinë për t'i dalluar, dijet në vend të besytnive. Madje ma keq se kjo, logjika u bë shkak i përçarjeve. Disa refuzuan plotësisht nga frika se cënon fen, e të tjerët e pranuan pa asnjë kriter. Sipas El-Muqri Ebu Zeidit, kjo ishte humbje kriterit metodologjik, pa të cilën asnjë qytetërim nuk mund të vazhdojë të provojë.